Një qytetar më pyet se si dhe sa do të rriten investimet në Shqipëri me antarësimin e Shqipërisë sonë në Bashkimin Evropian. Së pari po i bëj një krahasim se ku ishim dhe ku jemi. Kur ne morëm detyrën në shtator 2013, investimet e huaja direkte nga vendet e Bashkimit Evropian ishin vetëm 284 milionë euro në vit. Sot ato kanë shkuar në 920 milionë euro në vit, ose 3 herë më shumë. Stoku investimeve të Bashkimit Evropian deri në 2013 shkonte diku tek 2.9 miliard euro. Ndërkohë sot është rritur me gati 2.5 herë në pikun e vet historik prej 7.3 miliard euro. Ndërsa objektivi ynë është ta çojmë në 10 miliard deri në fund të mandatit tonë të ri që nisim së bashku në 11 maj. Po me eksportet, si jemi, ku ishim dhe si do të jemi me BE-n. Eksportet made in Albania drejt Bashkimit Evropian ishin 1.2 miliard euro kur ne morëm detyrën, ndërkohë që sot ato janë më shumë se sa dyfishuar, ka shkuar në 2.7 miliard euro. Gjatë periudhës 2014-2020, fondet e Bashkimit Evropian të përfituara nga Shqipëria ishin 1 miliard euro. Dhe pak vëmendje këtu. Pas antarësimit tonë në Bashkimin Evropian, Shqipëria pritet të përfitojë direkt mbi 1 miliard euro në vit, nga cilat 300 milion vetëm për bujqësinë, si dhe do të përfitojmë shumë herë më tepër nga aplikimet në programet e tjera brenda buxhetit të Bashkimit Evropian. Prandaj, na duhet patjetër në 11 maj një votë e fortë për Partinë Socialiste dhe Edi Ramën tek numri 5 për të realizuar të gjitha këto objektiva të rëndësishme në rrugën tonë të antarësimit në Bashkimin Evropian.